Jepet me njerë fjalla për replik. Qa procedurë? Ju lutem bani qetësi, dëgjojmë kolegun. Mbani qetësi të dëgjojmë kolegun. Respektoni kolegët. Zoti Braçe. Ju lutem, Zoti Sheaj, Zoti Braçe, ju lutem. Ju lutem, këto nuk janë diskutime për këtu. Ju lutem. Ju lutem mos pengoni punimet. Arion, të lutem, mos ju... Zoti Sheaj, Zoti Braçe. Ju lutem të vjojmë punimet. Ju lutem vjojmë punimet. Dy minuta pushim kryetar, sa të qetëson. Jo. Ju lutem të vjojmë punimet. Zoti Braçe, ju lutem uluni, Zoti Sheaj, mos provokoni, mos përdorni atë fjalor.
Zoti Sheaj, mos përdorni atë fjalor dhe mos provokoni. Zoti Braça, ju lutem uluni. Zoti Sheaj, përdorni vazhdimisht një fjalor të papërshtatshëm, një standard për t'u haruar. Një standard, nëse më pyetet, skandalos për këtë kuvend. Fyeni gjithë kuvendin e Shqipërisë, edhe gjithë shqiptarët me këtë fjalor që përdorni. Dakor? Se fuqia e fjalës nuk qëndron te epitetet. Fuqia e fjalës qëndron te argumenti. Pse a jepni drejtën vetes ju të merrni peng parlamentin, të pengoni këto kolegë? Kush jeni ju? Ju nuk jeni një super deputet. Nuk je super deputet. Ju lutem uluni, mbani qetësi. Ju të req vëmendjen sipas rregullores. Jeni 64 rregullores, ju të req vëmendjen. Erio. Ju të req vëmendjen. Po natyrisht. Po pengoni punimet. Nuk e përcaktoni ju kush është ajdut dhe kush është i ndershëm. Ju lutem. Keni argumentin në dorë, por nuk keni të drejtën të lëshoni këtu një batare fyerjesh, se nuk jeni ju as prokurori, as gjyqtari, as superdeputeti. Ju duhet jeni një deputet si gjithë të tjerët, dhe nëse pretendoni që jeni standardi i ri i politikës, ju lutem tregojeni këtë me vepra. Edhe me etik këtu. Mos na ktheni shumë vite mbrapsh. Zoti Balla, replika. Faleminderit, kryetar. Gënjeshtra i ka këmbët e shkurtra. Personi që krijon gjithmonë një zhurmë të pakuptimt, që mendon që duke bërtitur dhe duke shkuar përtej çdo lloj norme parlamentare, erdhi këtu dhe tha që tregu i karburanteve në Shqipëri kontrollohet nga një subjekt. Shumë e thjesht në raportet që janë publike, edhe në faqen e Ministrisë Financave. Ky është tregu, një ndër tregjet më të diversifikuara në rajon, për shkak se këtu dalin një numër i konsiderueshëm operatorësh, 7 prej tyre kontrollojnë një pjesë të madhe dhe një 60 të tjerë që kanë një pjesë më të vogël. Thej këtu që është një operator. Gënjeve, çohu këtu, merre këtë, lexoje dhe thuaj. Unë e di si e bën ti, se ti je një gjobaxhi i vogël. Ti je një gjobaxhi. Ju ture një biznesmeni. Zoti Balla, ju lutem fjalorin. Jo, zoti kryetar. Zoti Balla, ju lutem fjalorin. Kjo nuk është fyrje. Kjo është siç ja bëre këtyre. U vodhe të dhënat e partisë. Je i dënuar. Je i dënuar se i ke vjedhur Partisë Demokratike të dhënat e antarësisë. Ke raportin aty që i ke vjedhur Partisë Demokratike të dhënat e antarësisë dhe u çon dhe mesazhe në 2025 në toni mos votoni Partinë Demokratike dhe këta që më bënin që u vinte keq shpirti për ty. Ndërkohë sa për ambasadorin Erik Wendt, generalin Erik Wendt, fakti që në 6 vende të Ballkanit Perëndimor, emrimi i parë nga Shtëpia e Bardhë vjen Tiranë, dëshmon mbi të gjitha partneritetin e fortë mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Shqipërisë, vëmendjen e madhe të Shtetit Ta përfundoj. Dhe për këtë ne duhet jemi krenar. Mbaj mend, emrimi i parë pas zonjës në Athinë dhe emrimi i dytë është në Tiranë, dhe ky është një mesazh shumë i mirë, ndërkohë që kërkon zëdhënësat Partisë Socialiste, mos përmend njerëz që s'kan asnjë lidhje me Partinë Socialiste. Kaq po ta them.